Në javën e 4 të përshkallëzimit të konfliktit rajonal, presidenti amerikan Donald Trump ka ndërmarrë një hap të parë drejt një zgjidhjeje të negociuar, duke i paraqitur Iranit një plan të detajuar me 15 pika. Sipas burimeve ndërkombëtare, dokumenti synon të jap fund luftimeve përmes një marrëveshjeje që prek drejt për drejt çështjet më të ndjeshme të sigurisë globale. Plani amerikan mbështetet në 3 shtylla kryesore: kufizimin e programit bërthamor dhe raketor të Iranit, garantimin e sigurisë detare, veçanërisht në ngushticën e Ormuzit, dhe krijimin e një ekuilibri të ri në stabilitetin rajonal. Washingtoni kërkon ndalimin e pasurimit të uraniumit dhe garanci të forta sigurie, në një kohë kur tregje globale të energjisë janë tronditur nga bllokimi i korridoreve kyçe të transportit. Nga ana tjetër, Pakistani ka ofruar zyrtarisht territorin e tij për zhvillimin e bisedimeve të drejtpërdrejta, gjë cila sinjalizon për një përfshirje më të gjerë ndërkombëtare në përpjekje për deeskalim. Megjithatë, rruga drejt një marrëveshje mbetet ende e pasigurt. Irani ka hedhur poshtë planin amerikan, duke vënë në duke se çdo armpushim duhet të ndjejë kushtet e tij, ndërsa ka paraqitur kërkesa të qarta përfshirë ndalimin e plotë të operacioneve ushtarake. Në të njëjtën kohë edhe Izraeli mbetet i rezervuar dhe ka paralajmëruar përvijimin e operacioneve në terren. Deklaratat publike të presidentit Trump kanë shtuar tonet konfrontuese, duke ushtruar presion mbi Teheranin për të pranuar negociatat. Por me pozicionet ende të largëta dhe luftimet që vazhdojnë, çdo përpjekje diplomatike përballet me sfida serioze, ndërsa pasojat e konfliktit vijojnë të ndihen në ekonominë dhe sigurinë globale. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, u ka drejtuar një apel të drejtpërdrejtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për t'i dhënë fund konfliktit, ndërsa i kërkoi Iranit të ndërpresë sulmet ndaj vendeve fqinje. Duke reflektuar edhe mbi vizitën e tij të fundit në Liban, ai theksoi se popullsia jeton një klim të thellë pasigurie, duke paralajmëruar se përshkallëzimi i mëtejshëm do të kishte pasoja të rënda rajonale. Guterres bëri thirrje që si Hezbollahu të ndalojë sulmet ndaj Izraelit, ashtu edhe Izraeli duhet të pezullojë operacionet ushtarake, duke deklaruar se skenari Gazas nuk duhet të përsëritet në territorin libanez.